Procesi i votimit në gjykatën e lartë për zgjedhjen e një antari të ri të gjykatës kushtetuese ka ngritur dyshime serioze për manipulim. Paraditën e 30 qershorit 2025 gjykata e lartë njoftoi se gjyqtari Asim Vokshi ishte shpallur fitues i garës, donse procedura dhe rezultatet u shoqëruan me pikpyetje. Në garë ishin 3 kandidat, Asim Vokshi me 6 vota, Naureda Lagami me 8 vota dhe Florian Ballhysa pas një mbështetje, ndërkohë që një vot u shpall e pavlefshme. Ligji parashikon që fituesi duhet të marrë 3 të 5 e votave, pra 9 nga 15 gjyqtarët pjesëmarrës. Meqense askush nuk arriti këtë korum, fituesi u shpall automatikisht kandidati i rënditur i parë në listën e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Asim Vokshi, i mbështetur nga kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Sipas burimeve të Bojnews.al, vota e shpallur e pavlefshme ishte realisht në favor të Naureda Lagamit. Nëse ajo do të ishte numëruar si e vlefshme, Lagami do të kishte arritur në 9 vota dhe do të zgjidhej gjyqtar e re e kushtetutës. Vokshi donë se i shpallur fitues ka marrë vlerësime të ulta në kriteret profesionale të KED-s, sidomos në ekspertizë dhe cilësi. Dokumentet tregojnë se ai ishte vlerësuar nga 62 nga 108 pikë për ekspertizën juridike dhe me 198 nga 270 për cilësi, shumë larg maksimumit. Madje në votim vetëm 6 nga 15 kolegi dhan mbështetjen, një sinjal i mungesës së reputacionit mes tyre. Nga ana tjetër, Lagami ish kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor njihet për përpjekjet e saj të vazhdueshme për një post në kushtetuese, ndërkohë që emri i saj është përmendur dhe në komunikimet e hershme me figura politike.